Në mëngjesit, sot do të bëj video ku do kaloj gjithë ditën me 10.000 lekë. Dhe si fillim, vendosa që të marr një brioche që e kam këtu, dhe kjo ka kushtuar 600 lekë. Këtë është brioche, ka përrejta dhe në shtëpi, dhe ja, të tregoj. Në të vela akoma kjo pizza çokolate. Për drejt si shikoni, vendosa që të marr hap dhe totali i ecit është 5.700. Është dhe Pepsi këtu. Dhe ja të hapë, ja të regoj edhe juve. Okej, dhe ja të hapë. Next is kemi burger. Duket shumë e shishme. Next is kemi patate. Oh, patate që kanë medium. Po. Kemi dhe patate që kanë bëmraja. Dhe të kemi Pepsi, si që dhe shikone, dhe tani të provoj dhe nga të regoj e hëndë. Është super i mirë dhe për mua kam 10 nga 10 dhe kjo në të vërtet që ja vlej të mendoj. Hapim dhe Pepsi. Pepsi ishte shumë i mirë dhe kam mbaruar të gjithin. Dhe tani dua t'ju tregoj se sa kam shpenzuar. Pepsi ishte 5.700 dhe brioshi që konsumova në mëngjes ishte 600 dhe në total kam shpenzuar 6.300, kështu që kam dhe 3.700 akoma për të harxuar. Dhe tani do mendoj se çfarë do konsumoj për darkën dhe do t'ju tregoj edhe juve. Për darkë nuk është që kisha shumë uri, kështu që vendosa të merrja një banane dhe Oreo. Oreo ishte 900, ndërsa banania kushtoi 400, kështu që në total së bashku kushtuan 1.300 dhe 6.300 ishte Pepsi së bashku me brioche, pra dreka dhe mëngjesi, kështu që totali deri tani është 7.600, kështu që jemi shumë mirë dhe kishin mbetur dhe 2.400. Ishin se kushërinjt më thirrën që të dilnim për kafe dhe thash, ok, me që kam akoma dhe buxhet për të shpenzuar për sot, vendosja që të dal dhe mora një cappuccino. Këtu ishim rrugës duke ikur. Dhe si që t'ju thash, mora një cappuccino e cila kushtoi 2.000 lekë, kështu që totali ishte 9.600, kështu që sfida u krye me sukses. Dhe tani këtu po ju tregoj fishek zjarri që ne plas me datën 31 dhe meqense akoma nuk ju kam uruar, po ju them gëzuar 2026 dhe ju uroj një vit sa më të mbar. Faleminderit shumë që më ndoqët në këtë video. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe të komentoni se çfarë doni në videon e radhës. Pace!